Rritja e çmimeve të fruta perimeve ka sjellë boshatisjen e markatës së shitjeve në qytetin e Korçës. Ndryshe nga ditët e zakonshme, në këtë treg tashmë shihen kryesisht tregtarët e vegjël që ofrojnë produkte bujqësore, ndërsa blerësit janë gjithnjë më të pakët. Sipas qytetarëve, rritja e çmimeve ka ndikuar drejt për së drejtë në fuqinë blerëse, duke mbajtur larg tregut, sidomos pensionistët, të cilët e kanë të pamundur të përballojnë kostot e rritura të produkteve bazë ushqimore. Është në lushi domat. Jenë këtu, 3.000 marrim në shumicë domat. Një arkë marrim e nuk shit. Të janë vetë. Sa për zemë të marrim marë. Ska kinë të vinë, shrejnë të eshtë. Ska kinë të bosh. Venga të një shrejnë të ka venga shumicë. shrejnë të gjera. Këtu, do bët pare. Hiqë. Që si të bëjnë, një do të bëjnë. Po janë të lartë se shtrenjtësire madhe, mo. E pandaj janë të lartë shumit. Edhe njerëzis marrin ato më të vjetra, më të kalbura. Që madhin e mirë nuk e marrin dot, nëse shijojmë dot. E shijojnë ata që kanë leka, nëse shijojmë dot. Të regjera të bëja. Po, shkosh edhe në poshtë nuk do këtë fare. A në poshtë s'ka fare. Po mëse të marrin. Mëse. Me 160 lekë do të përballojë ushqimet edhe ilaçet. Rritja e çmimeve të produkteve të shportës ka ndikuar negativisht edhe në shitjen e supermarketeve dhe marketeve në Korçë. Ndërkohë, rritja e çmimeve të naftës ka sjellë edhe ulje të qarkullimit të mjeteve, duke reflektuar një situatë më të gjerë ekonomike që po ndikon në jetën e përditshme të qytetarëve.